Ish drejtori juridik i Erion Veliajt Albando Kushi, të cilin në mars të 2025-s kryeministri Edi Rama e largoi me shkelma nga Bashkia e Tiranës bashkë me Sara Goxhajn, ka kërkuar nga Këshilli Bashkiak që t'i vënë në dispozicion praktikën e plot administrative për procedurën e shkarkimit të ish kryebashkiakut të arrestuar për 13 akuza dhe 5 vepra të rënda penale, në cilësinë e përfaqësuesit ligjor të zotit Erion Veliaj, duke u mbështetur në nenin 23 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe bazën ligjore të sipërcituar, kërkoi nga Këshilli Bashkiak i Tiranës të më vërë në dispozicion praktikën e plot administrative të iniciuar për procedurën e shkarkimit të kryetarit të bashkisë zotit Erion Veliaj, duke përfshirë por duke mos u kufizuar në aktin apo aktet e nismës së paraqitur për shkarkimin, argumentin ligjor dhe çdo dokumentacion tjetër ku mbështetet kjo kërkesë, proces verbalin dhe materialet e Komisionit të Çështjeve Ligjore dhe Drejtësisë Sociale, proces verbalet dhe materialet e mbledhjeve ku është shqyrtuar çështja, çdo relacion shpjegues apo dokument tjetër që është bërë pjesë e kësaj procedure, vendimin dhe relacionin shoqërues të tij së bashku me konfirmimin e prefektit të qarkut Tiranë. Kjo kërkesë bëhet në funksion të garantimit të së drejtës së mbrojtjes ligjore dhe respektimit të procedurave transparente, duke qenë se Veliaj është palë drejt për drejt e prekur nga ky proces. Kërkojmë nga ana juaj që dokumentacioni kërkuar të na vendoset në dispozicion në një kohë sa më të shpejtë, thuhet ndër të tjera në kërkesën e Albando Kushit. Rrjedhimisht nga kjo kërkesë e ish drejtorit të Veliajt Albando Kushi lind një pyetje e thjeshtë. Në pozicionin e kujt e ka bërë Albando Kushi këtë kërkesë? Ajo që dihet zyrtarisht dhe është publike është se avokatët e Veliajt janë Ermir Beta dhe Artur Selmani dhe ashtu siç ligji e përcakton, duhet të jenë dy. Veliaj mund të mbajë 2 përfaqësuesit që ka ose mund të marrë 2 avokatë huaj në vendet brenda BE-s, por në përfundim duhet të jenë 2 siç përcakton neni 48 kreu 5 për mbrojtësin e të pandehurit. Ligji e ka të qartë lejohen vetëm avokat nga vendet e BE-s dhe jo nga SBA-ja apo Britania e Madhe. Së dyti me shtë drejti kërkon Albando Kushi, ish drejtorit të Veliajt, dokumentet ku nuk dihet nëse ka apo jo licencë. Me çfarë tagri Albando Kushi i kërkon këto dokumente? Albando Kushi është vetëm një nga ish drejtorët e Veliajt, një nga njerëzit e tij besnik, i cili pas manovrave të Veliajt me Sara Goxhajn fluturoi jashtë nga Bashkia e Tiranës bashkë me të ngarkuarën e Veliajt. Albando Kushi nuk ka asnjë të drejtë të kërkojë dokumentacionin e shkarkimit të Veliajt, pasi avokatët zyrtar të Veliajt janë 2, Ermir Beta dhe Artur Selmani.